Shtëpia në fushë Kosovë është vendi prej ku e nis rrugën çdo ditë. Rruga, edhe pse jo e gjatë, është e lodhshme. Jo për nga distanca, po për mendimet që e ndjekin nga pas. Në këtë lagje ku ëndrat e Belginit janë të mëdha, po aq të mëdha janë edhe paragjykimet. E ato, futbollisti fushë Kosovës që i përket komunitetit Ashkali, i ndjen edhe në fushën e lojës. Madje së fundmi, edhe me sulm fizik. Ardhëm shumë shkallën, s'po ta qam i bëjë, më shtenëm në një keq për vetë. Qenë prindi, më shumë më shkallëm, unë të shedijaj, s'ka drejt me një prindi. Nashta na pak tension patëm, mes lejtarëve, po na qatë ja vden e këshëm bë, qatë ja fat na kishë ra mu taku me ta ose me fut. A më prindi, indi në fush, po na që e kom posi, s'u më ka një fokusum ka publiku. Ardhëm shumë shkallëm, s'po ta qam i bë. Në momenti kërëm shë shkallëm, aj dull jashtë fushe, dull qiti tribuna, janë nisi më shumë. Më thonë sene që mu, abden, më shtenëm në një kesh për vetën. Se e ka po që s'ka, si ka mas prindë, kë as vlovin, as sen, e ka po abden që jam i vetëmi që ku morë në ne. Edhe ka thonë, ajtë se pim shoj këti se edhe s'ka ven kë, nashta këtë ka me. Ofendimet e sulmet raciste që i ka nga kundështarët e nga prindërit në tribuna thuaj se çdo lojë nuk jes mbrapsin Belgin Jasharin. Ai aktualisht është golashënuesi më i mirë në ligën e 15 vjeçarëve dhe fushë Kosova kryeson në tabelë. Kur shkojnë në përvene ndryshme kur na bin lojë, me shku, normal që ka pak pengesa ose diskriminim, ofendim pi prindve kundërshtarëve, që më shohin, më ofendojnë, më thujnë do sene që veç shirë më qitë mu pi loje. Që mos me lu lojën tem, se e din që jem të golashënuesi, edhe abden mos më mlo me ep golla, më qitë pi tokë. Pi mbroj që kam pak ma ofendime, abden se veç shirë më qitë pi lojën mu mos me lu lojën tem. Më thujnë qa kjo të këtë, ti ma të skive këtë, ti dhëtë me shku me mje dhejkra, si sene. Kjo është e tymve mu mjepin më të. Së në mënona tani pi fjalimi tymve, që buna në nervës, dhe in stres, me angër fushën, kur shkajnë loj, une loj me kalcu vetën, me po që une nuk nolla. Në mesin e shumë ëndrave, Belgini nga fushë Kosova 2 i ka më kryesoret. Edhe është e sejnë ta shumë i buk prindrit krenau, për të më shojnë televizor me thonë që djoli e bravo, me pas për krajet mëllë për prindrit. Në ndrem është me lu për Napoli, se më pëlqen tifosëria, më pëlqen ekipi, më pëlqen komunikimi mes trajnerit edhe lejtarëve, më pëlqen lejtarët, ndroj edhe me lu për kombëtarën e Kosovës. Sulmi fizik e ofendimet nuk ja kanë lëkundur vendosmërinë Belginit, por më shumë babait të tij. Kjo nuk ka mirë për me sulmumin atë në fushë një fëmijë tuj për shkak me rre. A kjo ka fëmijë uj, s'ka fëmijë veti. Po ti shkon i veti atë të rrugët bas ka vit mirë atë. Unë Belginin kam qef me lanë gjithë, po nuk kam qef me po të lashe ma, si të bëj të lashe dhe njerë, unë e lali vetë. So në jam prindi tina, unë e lali ma, jo me miliarda, po me komedi me shkaj pagu nuk e shtajmë. Se janë ashta që peshën që litari mi, po kanë qef me qitë posh me qitë. E tash, nuk e di që farmene kanë edhe ata, s'ka nevoj me të keshën e ty ose të muhe, topi o tapë. Si cili sparte ka dhe vetin, me të keshën nuk ka nevoj, me të kepse me të keshën e tyje, kërëm keshë të njësër muhe. Në të kam qep me vazhdu topi, që është këtë litar kam qep më kone dhe këtë. Por motivin kryesor familjes së Belginit ja shton stafi i klubit dhe trajnerët. Edhe në ato momentën që shumë kom bongë, veç kër e kom po ka ca pytjen atje dhe kom me vrapim të madhe dhe kër e posh ishin u kon dikon ofër një prind ose 2 prind që një fush. Nuk mëj me thonë që është një gest sportiv që kam bua ato, se pa morë parasysh, është Belgine, është një litor tjetër, këta e në moshën e adoleshente, ale 15 vjetë, edhe me një prind mrena në fushë, edhe me sjell një litorit është
shumë e pajeshme. Neve nga ka ndodhë 2-3 herë që me Belginë, mbilmit heq ma lartë një herë në jashtë kena konë me PDI-me që kena lytë, kanë reagua dhe atje prind që është me qësi fjallë që s'bëm më përdor për komunitetin e tyne. I vetëmi arsye që kanë mënu me nalë fushë Kosovë nuk konë për mes Belginit. Aftësit më të mirat Belginit jënë që kur del para gollës më nuk nje as mbrojtës as për tjerë, më është ai vetë që ta kryin lojën. Ka ndodhë 2-3 ndeshje që nga posë shumë shtira, edhe u konë i vetëmi njëri që ka kopë topin edhe ka dhënë gollë dhe nga ka kryin lojën. Ofendimet e sulmet që i ka nga kundërshtarët, Belgini ka lënë më me lehtësi bashkë me bashkëlojtarët si mbështetësit kryesor. Zakonisht, na sikur ekipe përjetojnë alo ma keq so që ofendojnë ato. Dhe nuk është i raport që ofendojnë komplet ekipe tjera që ofendojnë gjithë. Ko të thuj se çdo lojë ofendojnë. Kjo nuk është i raport që ndodhë kemi Belgini, se na ka ndodhë disa herë. Si në PDI, si këtë me Shqipërinë disa herë na ka ndodhë ky sen. Nuk nije mas pak mirë, se tash në veç që është i komunitetit nuk bën me gjiku e sene që i bojnë ti, për në mënu mja pet me motivu Belginin edhe këpë shpiktyre fjallis motivuat më shumë. Momenti si të vi, i fulli keve, ullmi, buj majore, dhe të fillën stërviqja. Momenti që të fillën stërviqja, nolla, ju përkushtunja, ju fokusuna abden stërviqjes që në ashtin trajneri. Unë e paj po prind shokve që i këm klub, unë njerë filloj mi full atyve, tani shokve. Paj po ata në lojës së nisi, se e di që më japim përkroje emotiv. Rrugën që e ka nisur, ai nuk e ka ndërmend ta ndaloj, pavarësisht racizmit që e ndjen çdo ditë edhe në fushën e lojës.